Ish mbrojtësi i Vllaznis Melos Bajrami është shumë pranë një hapi të rëndësishëm në karrierën e tij. Ai është transferuar në kampionatin slovak, ku do të vesh fanelën e Spartak Trnava. Sipas burimeve pranë lojtarit, Bajrami ka përfunduar me sukses vizitat mjekësore dhe më pas ka firmosur kontratën me klubin e ri, duke u bërë zyrtarisht pjesë e një prej skuadrave më të rëndësishme në futbollin slovak. Spartak Trnava është një ekip me traditë dhe objektiva të qarta, ndërkohë këtë sezon do të marrë pjesë edhe në kualifikueset e garave europiane. Transferimi i 24 vjeçarit konsiderohet një hap cilësor në karrierën e tij, pasi do të ketë mundësi të ekspozohet edhe në kampionatin më konkurrues dhe në arenat ndërkombëtare. Bajrami vjen pas 2 sezonesh pozitive me Vllaznin, ku ishte një nga lojtarët më të rregullt në repartin defensiv dhe shpeshherë titular i padiskutueshëm. Largimi i tij përbën një humbje për skuadrën shkodrane, pasi Bajrami ishte një nga shtyllat e mbrojtjes së Vllaznis gjatë 2 sezoneve të fundit. Mbrojtësi i kishte përfunduar kontrata me Vllaznin dhe si rrjelloi u largua si lojtar i lirë nga klubi kuqeblu. Vlera e tij në treg vlerësohet rreth 250 deri në 300.000 euro. Kalimi tek Spartak Trnava është një hap cilësor në karrierën e futbollistit kosovar, pasi bëhet pjesë e një prej klubeve më të njohura të futbollit slovak dhe me eksperiencë të vazhdueshme në arenën europiane.